Kisha nisur nga deklaratat e bëra për jush në ditët e fundit, po gjithashtu edhe nga një deklaratë e bërë rreth 2 ditë më parë nga zoti Damian Gjiknuri, duket sikur po shkohet drejt një marrëveshjeje politike. Ju, zoti Berisha, jeni gati për një pakt të ri politik që të përfshijë kërkesat tuaja për kodin zgjedhor dhe reformën territoriale, po gjithashtu edhe për kërkesat e bëra nga Partia Socialiste për një reformë kushtetuese? Unë, siç theksova dhe dje, asnjë lloj pakti përveç 2 reformave që janë të kërkuara edhe nga Bashkimi Evropian, OSBE-ja, Këshilli i Europës, me Edi Ramën nuk mund të kemi asnjë pakt tjetër. Kjo është shumë e prerë. Edi Rama është diktator autoritar, armik i egër, më i egër i opozitës, dhe opozita s'mundet kur përveç se këto fushat bashkëpunoj me te. Një vit nga zgjedhjet lokale, kur do nis Partia Demokratike procesin e përzgjedhjes së kandidatëve për bashkitë? Shumë shpejt, shumë e drejtë, shumë shpejt do nis për procesi. Ka një debat për tu zhvilluar lidhur me procedurën. Do të finalizohet dhe ky debat, ka mendime të ndryshme mbi mënyrën si duhet procedojmë, por jemi, siç kemi shpallur, që ne koha na imponon veprimtari shumë planshe, njëkohësisht, dhe kësaj po i përmbahemi. Po punojmë intensivisht në parlament, po punojmë intensivisht në proceset e analize dhe zgjedhje në parti, do punojmë intensivisht në procesin e përgatitjes për zgjedhjet lokale. Pra, shpejt do fillojmë. Faleminderit.